Kushtetuta flet për institucione që u shërbejnë njerëzve. Ajo nuk flet për promozon. Shqipëria është i vetmi vend në rajon që përdor me shumë sukses. A nuk është pikërisht kjo fryma e demokracisë kushtetuese, ushtrimi i pushtetit në shërbim të të gjithëve, i lirë nga paragjykimi? Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interese. Mos pengoni prezantimin e programit. Dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve, panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. Shqipëria është i vetmi vend në rajon që përdor t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interese.